Ministër, së fundmi publikuat planin operativ për punësim në gjithë shtetin. Më tregoni ju lutem sa qytetarë parashihet që të përfitojnë nga kjo masë dhe si do të monitorohet suksesi i atyre fituesve të këtyre ndihmave apo subvencioneve, të themi, si do të monitorohet suksesi i tyre? Për herë të parë, domethënë, kemi një plan operativ i cili ka një shifër rekorde në krahasim me vitet tjera. Mbi 40 milion euro ka kaluar dhe që në qeveri dhe është aktiv plani operativ, që është një shifër më e madhe për 7.5 milion euro në krahasim me vitin paraprak, dhe kemi arritur, pasi që analizat që kemi marrë, statistikat që kemi marrë nga Agjencioni i Punësimit, është që vitet e kaluara në planin operativ më shumë kanë aplikuar të ri dhe të reja që janë deri në moshën 29 vjeçare, dhe i kemi dhënë fokus të rive dhe të rejave të vendit tonë. Nga 6.000 euro që ka qenë grant apo mjete të pakthyeshme për hapjen e ndonjë biznesi dhe për të vetë punësuar, kemi çuar në 10.000 euro. Dhe në qoftë se aplikojnë 2 të ri apo të reja deri në moshën 29 vjet, do të arrijnë që të marrin një grant me mjete të pakthyeshme në vlerë deri në 20.000 euro. Të gjithë ata qytetarë që janë mbi moshën 29 vjet, vlera e përkrahjes do të jetë deri në 7.000 euro. Normalisht që me këtë plan operativ, përveç të rive dhe të rejave që kemi në fokus, kemi edhe grupe tjera të cilat do t'ju japim përparësi, dhe deri më tani ajo që e di që kanë aplikuar mbi 4.000 qytetarë, ku mbi 3.000 janë të ri dhe të reja. Përsëri edhe në këtë vit, domethënë interesimi është më i madh të ri dhe të rejat, sa i përket pyetjes që sa qytetarë do të përfitojnë nga ky plan operativ apo do t'i prek, pasi që ka dhe shumë masa tjera, mbi 16.000 qytetarë, domethënë do arrijnë që të përfitojnë nga plani operativ në nivel shtetëror, në nivel nacional. Si është interesi i të rinjve deri tani, çfarë shifra kemi që kanë aplikuar? Mbi 3.000 të ri deri më tani kanë aplikuar, ndërsa gjithsej numri i qytetarëve të cilët kanë aplikuar për masat apo planin operativ apo vetë punësimin është mbi 4.000 qytetarë. Domethënë, nëse i marrim edhe në këtë vit, interesimi është shumë më i madh, është 60-70% të rive që të aplikojnë për të hapur ndonjë biznes dhe për tu vetë punësuar. Normalisht që këta mjete nuk do të shpërndahen vetëm në mënyrë taksative, vetëm të jepin mjetet financiare, edhe do të përfundojë gjithçka aty. Do të ketë shoqërues, domethënë nga ideja të cilën e ka një i ri dhe e re deri në realizim të projektit apo të programës apo të idesë së biznesit të tij, do të jetë nën shoqërim, nën monitorim, nën asistencë të personave të cilët janë përgjegjës për këtë masë që realizohet nëpërmjet Agjencionit të Punësimit. A siguroni si Ministria e Ekonomisë gjithë përfshirje të gjithë qytetarëve, sepse ka shqetësime sigur mund të ketë qasje jo të barabartë mbi këtë masë? Normale është, pasi që ka pasur më përpara, domethënë, tentativa keqpërdorime të këtilla, po unë ju garantoj që në momentin që kemi ardhur për këtë arsye dhe është vënuar plani operativ, kemi hartuar edhe i kemi përpiluar edhe kushtet që të ketë siguri, dhe për këtë arsye do të ketë edhe monitorim, do të ketë edhe asistencë që të gjithë ata personat të cilët do të aplikojnë, domethënë realisht të jenë të kyçur në biznes dhe në punë. Do të ketë kontrole të rrepta që të mos ketë, domethënë, aplikime dhe marrje të pareve fiktive, keqpërdorimet e tilla normal që në kuadër të ligjit do të dënohen. Të gjithë ata qytetarë të cilët do të aplikojnë dhe brenda vitit nuk do arrijnë që të ketë sukses biznesi i tyre dhe do të kërkojnë që të tërhiqen, do të duhet që 80% të mjeteve t'i kthejnë. Në qoftë se vitin e dytë do të ju dështon biznesi i tyre, do të duhet që 60% të mjeteve t'i kthejnë. Kështu që ketë masa kontrolli për gjithë ata të cilët do të aplikojnë. Sa i përket pyetjes që a do t'i përfshi të gjithë qytetarët, të gjithë ata të cilët janë të regjistruar në Agjencionin për punësim si të papunë dhe kërkojnë rregullisht punë, të gjithë ata kanë mundësinë për të aplikuar dhe të gjithë ata kanë shansen apo mundësinë që të fitojnë një grant të tillë. Por në fokus do të jenë, ashtu siç e përmend edhe në fillim të intervistës, të ri dhe të reja deri në moshën 29 vjet, pasi që duam që të gjithë ata të ri dhe të reja të cilët kanë kryer një fakultet apo kanë një zanat
apo kanë një shkollë të mesme dhe janë të përkushtuar në një profesion që nuk ju kërkon, domethënë, studimet deri diplomike apo postdiplomike, të kenë mundësi të hapin vendin e tyre të punës dhe të mos largohen nga vendi. Fillimisht është ky grupi i qytetarëve që kanë përparësi, më pastaj të gjithë ata qytetarë që janë me aftësi të veçanta, edhe ata janë në fokus të këtij plani operativ, të gjithë gratë të cilat janë viktime ndonjë dhune në familje, edhe ata do të jenë në fokus të këtij plani operativ, të gjithë gratë të cilat jetojnë në zona rurale, të gjithë ata qytetarë të cilët kanë migruar apo janë larguar nga vendi dhe nuk kanë gjetur apo nuk janë sistemuar në një vend pune në vendet e Evropës apo kudo qoftë në përbot, është edhe një mundësi e mirë që edhe ata janë në fokus edhe do të mundet që të aplikojnë edhe të kthehen dhe të zhvillojnë të sistemohen në vendin e tyre dhe normalisht ata qytetarë të cilët marrin ndihma minimale financiare nga drejtoria e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Këta grup mosha janë në fokusin e planit operativ dhe do të kenë përparësi në krahasim me qytetarë tjerë. Mos harroj të përmendje edhe komunitetin rom. Domethënë, të gjithë ata qytetarë që një lloj forme e kanë vështirë për të kyçur në tregun e punës, ju jepet mundësi nëpërmjet këtij plani operativ dhe normal edhe qytetarët të tjerë e kanë këtë mundësi. Po. Ministre, përmendet që 40 milion euro janë ndarë për këtë plan operativ, por ne dim se në tetor kemi zgjedhje lokale në fund të tetorit. Gjithashtu në fund të vitit bëhet edhe ribalansi i buxhetit. Sa rrezikohen këto mjete? A mund të preken që të merren nga këto mjete për nevojat e tjera dhe për synimet e tjera? Jo, në asnjë mënyrë, pasi që tani e kemi edhe rebalansin. Domethënë në fund të vitit 2024 e kemi votuar buxhetin, ndërsa tani e kemi edhe këtë muaj do të votojmë edhe rebalansin për komplet vitin 2025. Këta mjete janë të dedikuara për planin operativ, edhe në buxhet, por edhe tash në rebalans nuk do të preken deri në fund të vitit dhe nuk do të ndikojnë në zgjedhjet lokale, pasi që ky është një plan operativ i cili duhet të realizohet brenda vitit kalendarik, vitit 2025, mjetet janë të parapara dhe do të realizohet deri në fund. Faleminderit shumë, ministër. Faleminderit.